Once upon a time, there were Muya and Halili. Muya and Halili were tall and had big mustaches. They were people with supernatural powers. They would pluck trees and throw big stones. Even 5 common people could sleep in the shoes of Muya and Halili. The legendary Muya and Halili have resurrected in a village of Drenica. They still put out trees and throw big stones in the songs accompanied by lahuta. Generation after generation in the village of Marin have been told about this legend. And in this schoolyard there are 3 large stones which, according to legend, were thrown there by Muya and Halili. This is no abstract lesson. The myth is part of their lives. Ata që e falem në klas, që po shofim edhe në fotografi në vizatim, këto, edhe do të shkojmë të shqyqojmë edhe gurt më rollë. Kura ka gjumë nga Halili si të gurë, si ka ro këto, njerëzit kanë mendu që është termet. Si ka ro këto, ka thot që ka shpërthy ujë. The reality of these stones is contested by nobody. Even the adults believe in this reality. Para se 150 vjetëve, këta gurë jenë që të 200 këtu në konë një që atje. Edhe theshin prestatherë që i ka gju peqë që avicët që atje. Theshin tali edhe Muja ka gju që tonë, Halili që tonë. Ata shikon njerëz aq të fuqishëm, që kanë mujtë me gju gurët pe atet e këtu. U kap me 2 dur, edhe u hulat kështu në këtë formë, edhe u heja sa ka pas fuqi. E ka heja në lartësi shumë të madhe. Mesazhi i vërtet i saj do thotë është se fuqia njerëzore është shumë e madhe. Dora e njeriut është shumë e fuqishme. Mundet me bë çudi, mundet me bë thotë mrekulli në farë mënyre. Tek tani ne i kemi brenda oborrit të shkollës i kemi këta 2 gurë. Po tham kam propozuar si punëtor arsimi që të sigurohet një bazë të ruhen, por ku me gjetë njerëz të cilët do ta kryejnë atë punë. These 3 stones are the pride and at the same time a source of an ancient fear of the villagers. Villagers believe it is dangerous to touch stones. Një muazeri ka po shpia që atje, ka jeki cëpë për me zidu në bënonë. Qatë dit ju ka smuj djolle dhe i ka metë sakat dekte në vdeka i djolle, që ta shu dek sakat i ka metë. Në shtëpi, në lagjën tim atje, ka bon thymen
e këtëne gurit madh atje. Edhe thonë që aja shtëpi e ati personi që e ka thy qatë gure, thonë që është shu, bile vetëm thonë, vetëm ideali ka metë. Këto është një problem pak dhe i natyrës psikologjike. Thotë njerëzit prirur prej atij guximit personal, e bëjnë aktin e thyrjes, ose lëndimit, ose dëmtimit, ose të heqjes, ose të prerjes, ose nuk e respektojnë kultin. Edhe është në logjikën e jetës që të ndodhen edhe fatkeqësi, pa marrë parasysh se si sillesh me objekte të shenjta ose me kulte. Fatkeqësitë janë pjesë në farë mënyrë e realitetit jetësor. Por bashkësia gjithmonë i projekton, do thotë komuniteti, do thotë popullata gjithmonë i projekton fatkeqësitë si pasojë e një veprimi që nuk e ka respektuar kultin ose atë vlerën që e ka kriju bashkësia. Nuk është kështu bestytni, është fakt se të gjithë ata që jo me qëllimet këqija, por edhe me qëllimin më të mirë, të gjithë kanë pësu. Prandaj, kjo nuk është rezultati i besimit, i krijimit një bindje, por është e vërtetë. The tales about these stones raise new fears every day. Unë, tash në moshën 65 vjeçare, e moj men atë gure, kur ka qenë sa grushti. Të them me dikuj që gure rritet, nështë ta çuditet, por këta janë gurë të shajt. Unë nuk besoj që janë rrit gurët, mirë po rriten fjalët, rriten besimet, shtohen besimet. Shumë njerëz e kanë po një gjarpën të madhë, aty në zgovrën e gurit të madhë, edhe gjatë dherës, a i prej zhegut këndonë. Ka qenë me një kaçuret me një perë shumë të modhe, pas ka dalë një farkuhe që aty ka ora 8-9 e mëngjesit. But the religious leaders dismiss the myth about Muja and Halili. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Edhe në esencë, them se kjo është një besim i kotë, është një bestytni e cila nuk ka të bëj absolutisht asgjë me të vërtetën, sepse këto janë vetëm trillime, ngacmime që djallëzore që janë ngolitur nga imagjinata të sëmura të njerëzve se nëse lëvizet ky guri do të ndodhë diçka në familje. Fuqia e Zotit mund të bëjë mrekulli, por në këtë rastin tonë dhe në këtë fshat që zum goje, mendoj se kjo është thjesht një legjendë, nuk ka çka të bëjmë me të vërtetën, sepse mrekullit mund të ndodhin, por hedhja e tre gurëve, siç dëshmon të rumbullakët në këtë vend, është shumë e qartë se kemi të bëjmë me një mitologji. The villagers have already created a religious version in order to strengthen the persuasion towards Stone's curse. Vend i shenjt, u mes i shenjt, mos që më kanë thonë vakaf, në vakafit u kemi tu, për që ata s'kem guzumit. Me termin vakëf, nënkuptojmë një pasuri e cila lihet nga një person i caktuar, me destinim të caktuar, për të përfituar kënaqësinë e Zotit fuqiplot, në mënyrë që mirësit apo sevapet e asaj pasurie, e cila mund të jetë tokë, arë, livadh, dyqan, xhami, shkollë, e mire përgjithshme, krua, qeshme, kjo do në kupton pra vakëf e cila lihet për të mirën e përgjithshme. Prania këtyre gurëve asese nuk duhet të ndërlidhet me atë vakëf, atë arë që është ndoshta vakëf, sepse gurët janë gurë të thjesht, nuk kanë kurfar domethënie, është një bestytni. But is there anybody in and out of the village of Marina who dares to damage these stones? Je kur, se kush e ka dëmtuja ka po shërën. Për me dëmtu këta gurë, është shumë rrezik i madh. Këta gurë historikisht është kriju bindje se janë të paprekshëm. Unë tani veç kam 65 vite dhe nuk besoj që do të hiqet ai miti se i hakmarrjes së tyre. Për mua dhe për gjithë këtë popull kësajde, e në veçanti për familjet të cilat kanë pësue si rezultati i prekjes së tyre, nuk besoj që për një kohë gjatë kohore
do të ketë dikush guxim të prek qoftë për të mirë apo edhe për të keq. Personalisht nuk i besoj, po unë personalisht nuk do t'i dëmtoja në asnjë rast. As nuk do të provoja në asnjë rast t'i bindi popullatën që nuk ka nevojë të besojnë këtë. Absolutisht në asnjë rast nuk do të besoja. Ajo i mbetet spontanitetit, i mbetet zhvillimit, evolucionit kulturor, të atij lokaliteti, edhe nuk ka nevojë me ndërhy në besimet ose në kulturën ose në mënyrën e të menduarit njerëzve. Lej njerëzit le të mendojnë mënyrën çfarë kanë menduar dhe vazhdojnë ose duan të mendojnë. Unë personalisht do të inkurajoj shokët e mi që janë në Skënderaj hoxhallarët që të bisedojnë me banorët e Marinës, që t'i largojnë vetë hoxhallarët këta gur nga ajo arë, të tregojnë se këto janë bestytnice që nuk bën të ndërlidhen kurse me jetën e njerëzve. Prandaj edhe një porosi për gjithë besimtarët musliman të Kosovës është që ti mos i edukojnë breznit e reja në frymën e këtyre bestytnive. Nëse dikush i hek me qëllim të mirë ata gur për e tyt, unë jam i bindur se nuk kam menduar askujt asgjë dhe kjo është thjesht një bestytni që nuk duhet të përcjell në breznit e reja. The children of this village will grow up with tale of the curse of the stones, together with the fear of revenge as told in the legend. Mendoj që për faktin që lokaliteti, fshati është i populluar, edhe nuk ka, me sa dimë, nuk ka tendencë të braktisjes së fshatit ose migrimeve masive prej atujt, unë mendoj që ky kult do të vazhdojë të mbijetojë edhe në gjeneratat e ardhshme. Miti për paprekshmërinë e tyre do të ekzistojë. Sa të ekziston njerëzimi.